Mes shumë personazheve, atë që nuk e presja on, po ndoshta as publiku, erdhi sonte Ariola Demiri. Qa po kërkon këtu sonte? Kam erdhur me ftesë të lartmadhërishmes. Se s'mund ta besosh, dhe me thënë, Fifi të më çoj ftesë mua. Më hiq bllokun, tha të çoj ftesën. Ja hoqe bllokun, do me thënë. Ja kam hequr Qeqkuri. Qeqkuri i kam çliruar të burgosurit e mi. Më në fund, që keni pajtuar urime, ky pajtim. Urime pajtesa e gjaqeve. Pa, sigurisht, s'mund të zgjaste shumë. Dhe me thënë, mirë kuptuam për të mos u mirë kuptuar, por ja ku jemi këtu dhe Fifit sonte në natën e saj të madhe, i uroj shumë suksesa. Pa çka të gjithave, jam shumë e lumtur që gjithë ta njerëz dhe unë sigurisht jemi këtu për të sonte, për të festuar karrierën e saj, muzikën e saj, edhe shumë gjëra të tjera. A mund ta mbaj? Jo. A mund të iki tani? Me që jemi të pajtimi me Fifin, nuk ishe të ajo që e mori hapin e para, do më thënë, nuk e bën Ariola. Me thënë të vërtetën, s'di se si ta shpjegoj. Ja dhe Monika. Dikush na futi në mes. Flet me Monikën? Dikush na futi në mes, dhe pastaj Fifi e theu akullin, më dërgoj ftesat, edhe ja, jemi këtu. Por që rëndësi ka kush si e theu, kush e theu akullin. Me Monikën a flet ajo? Jo, nuk flas me Monikën. Jo, nuk flas me Monikën. Ma ka marrë Jonida, nuk... Po, si jeni, si a kaloni mirë, çfarë po merrni? Flisni bashkë me Ariolën apo jo? Po njishemi ne të dyja. Ti ke folur me Fifin deri sot apo jo? Jo, gjithmonë. Okej, tani më thuni cila është kënga e preferuar e Fifit. Ajo që u krijua në Big Brother 1 e pasvendësueshme. Dona, mos e ka Monika, një sekond. Do na këndosh pak. Hajde bashkë. Hajde, unë sonoj si derë. Po s'ka gjë, se për të kënduar është ajo, ne jemi për gjëra të tjera. Do mbani zërin e dytë. Hajde. Tjellin e kam hunë me të veten, fjalët mi në as një letër, mos me ndi më ftov nga jashtë, mos me ndi më ftov nga jashtë. Ja kështu prit për të. Për Fifin tonë. Ju duam. Thank you, Ju Jeta. respektojmë. Faleminderit për respektin, faleminderit për gjitha. Kujdes dorës në brave. Që pas ku e ka marrë këtë mikrofon më, pse se lëshon nga dora. A ka ndonjë gjë special? Ka? Okej. Hajde takohemi pastaj, pas koncertit.